Është zhvilluar mbledhja radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër, ku miratuan të gjithë pikat e rendit të ditës, përfshirë fondin shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike dhe dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri. Gjithashtu një pikë e rëndësishme ishte miratimi i marrëveshjes për krijimin e personit juridik si subjekt i kompetencave të përbashkëta midis njësive të veçeverisjes vendore dhe Këshillit të Ministrave, për rritjen e kapaciteteve të qeverisjes vendore përmes Akademisë së Trajnimit të Njësive të Veçeverisjes Vendore. Pas miratimit të 6 pikave të rendit të ditës, temë rëndësishme diskutimesh nga këshilltarët ishte nisja punimeve në Kullën në qendër të qytetit, e cila ngjalli debate. Shkodra do t'ja dinte shumë për nerë nëse ju do të jepnit bllokimin e punimeve të asaj kulle atje, sepse ajo është cënim i gjithë interesit publik të qytetit Shkodrës, është cënim i planit përgjithshëm vendor që ju vetë keni për detyrë ta zbatoni dhe ta implementoni. Si ka mundësi që ju nuk e implementoni planin e përgjithshëm vendor me ato rregulla që ka sot plani? Pra, ky vendim është komplet në kundërshtim me planin tuaj të përgjithshëm vendor që ju keni sot. Si ka mundësi që ju e lejoni një gjë të tillë? Faleminderit. Ka një leje të KKT-us, i cili ia dhon një pronë private për të zhvilluar pronën private. Dhe ajo leje që ju presupozoni që mos t'jepet nga Bashkia Shkodër, nuk parashikon që ne t'i him vendimarrës KKT-us, dhe t'jetin shumë mirë atë punë, nëse ke për propagandë për të thënë që bllokoni ky dhe zbllokoni atë, është propagandë dhe nuk çon e vërteta. Thjesht smuta zbardhë leje. Zoti Sokoli, po t'jesh dëruar një gjë përgjigje. Zbardhë nuk e zbardh Bashkia leje. Jo, nuk e zbardh Bashkia lejen, jep lejen e punimeve dhe procedura është miratuar nga KKT-uja, ka një leje. Do të jepet leje për fillimin e punimeve, ashtu sikur e parashikon ligji dhe nuk do të cënohet as si parametër ligjor për sa i përket vendimarrjes KKT-us dhe Bashkisë Shkodër. Ju keni në dorë dy rrugë, një rrugë ta zbatoni atë leje, apo t'i bini nesh dhe të përfitoni mirënjohjen e qytetit, si doni. Problematika që në vendacak ishte një tjetër temë e rëndësishme diskutimi. Sot për arsye pune kam qenë thellë dhe nervysa unë personalisht. Edhe kam pasë diskutuar me njerëz kishin shkarku 50 qenë të 2 ditë të fundit. Qenë e në cak besoj do t'jenë ata, po ishin domethënë po shqetësoheshin edhe turistat si qëndronin me kampera, me këto makina si dalin nëpër zonë atje. Është e vërtet situata që thot këshilltari, jemi para një problemi që na kanë lëshuar shumë, kanë sjellë shumë qenë, nuk e kemi të sigurt se prej ku, nga cilat rretha apo cilat bashki të tjera. Është një situatë që na shqetëson, është ashtu si një qytet edhe në rrethe. Duhet të merremi një herë me pjesën e qytetit. Aq është kapaciteti dhe i strehës, fatmirësisht jemi duke ndërtuar, është në procedurë ndërtimi i pjesës të tretë të strehës. Do na mundsoj, do na ndihmoj shumë në menaxhimin e situatës edhe ajo pjesë.